إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Më të vërtetë të gjitha lavdërimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që e humbi nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguar I Tij. O ju cilët keni besuar, friksojeni Allahun me një frikë të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Robërt Allahut, njërë nga veçoritë e muajit të Ramazanit është sa I përfshin një natë që është më e mirë dhe më e nderuar e netëve, dhe ajo është nata e Kadrit. Ajo është nata të cilën Allahu I lartësuar e ka madhëruar pozitën e saj, e ka lartësuar vlerën e saj dhe e ka përmendur në librin e Tij të lavdishëm. Kjo natë e bekuar, do me thënë nata e Kadrit është një natë në të cilën ummeti I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka fituar mirësi dhe begati aq shumë sa që vetëm Allahu I lartësuar e di. Robërt Allahut, profeti sallallahu alaihi wasallam përpiqej që ta gjente atë, ai që ndronte duke bërë iktikaf 10 ditëshin e 2 të Ramazanit. Dhe kur u informua se nata e Kadrit është në 10 netët e fundit të Ramazanit, ai e bëri itikafin e tij në ato 10 netët e fundit për ta kërkuar dhe për ta gjetur këtë natë të madhe. Ai u tha shokëve të tij, kërkojeni atë në 10 netët e fundit të Ramazanit. Po ashtu ai I tha kush e kërkon atë, le ta kërkojë në netët teke të 10 netëve të fundit. Dhe kur disa sahabë I treguan se kishin parë në ëndër natën e Kadrit në 7 netët e fundit të Ramazanit, ai tha po shoh se ëndrat tuaja janë përkuthur. Kush e kërkon atë le ta kërkojë në 7 netët e fundit. Pra ajo është një natë brenda 10 netëve të fundit, por që mund të lëviz. Ajo mund të jetë në netët teke ose çift, edhe pse disa net janë më të shpresuara se të tjera. Por Allahu I lartësuar dhe I madhëruar e ka fshehur caktimin e saj, që muslimanët të përpiqen dhe të afrohen tek Allahu me lutje dhe me përmendjen e Tij, që të afrohen më shumë me Zotin e tyre, dhe që të shumë fishohen shpërblimet e tyre, dhe që të dallohet ai që është I kujdesshëm dhe I përkushtuar nga ai që është dëmbim. Robërt Allahut, ajo është nata më e mirë në mënyrë absolute. Allahu I lartësuar dhe I madhëruar thot në librin e Tij të lavdishëm: Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lejlatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul alim. Hamim, pasha librin e qartë, ne e zbritëm atë në një natë të bekuar, vërtet ne ishim paralajmërues. Në të ndahen të gjitha çështjet e urta me urdhër nga ne. Vërtet ne jemi dërguesit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberëve para tij. Mëshirë nga Zoti yt, vërtet ai është dëgjuesi I dijshëm. Pra Allahu I lartësuar I njoftoi për fillimin e shpalljes së Kuranit me fjalët inna anzalnahu fi lejlatin mubaraka. Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar. E përshkroi atë si një natë të bekuar për shkak të mirësisë së saj të shumtë dhe vlerës së saj, dhe për shkak të asaj se sa shumë njerëz lirohen atë natë nga zjarri. Pastaj tha fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në të ndahen të gjitha çështjet e urta, që do të thotë në këtë natë engjëjve u jepen urdhrat për çështjet e njerëzve, sipas caktimit të Allahut. Në këtë natë, Allahu I madhëruar
i jep engjëve të ngarkuar me çështjet e robërve, urdhrat që janë shkruar në Lauhin Mahfuz për atë vit, pra për gjithë atë vit. Këto përfshin shkrimin e furnizimit, pra riskët për gjithë vitin, shkrimin e afateve të jetës së vdekjes për gjithë vitin, shkrimin e çdo ngjarje që do të ndodhë deri në natën e Kadrit të ardhshme. Ky është një caktim që është pjesë e caktimit të Allahut të lartësuar, i cili nuk ka as gabim, as lojë dhe as padrejti. Përkundrazi ai është i përsosur në urtësi. Ky është caktimi vjetor. Pastaj ka edhe një caktim tjetër ku embrioni mbush 4 muaj në barkun e nënës. Engjëlli vjen dhe shkruan furnizimin e tij, afatin e jetës, veprën e tij dhe nëse do të jetë i lumtur apo i mjeruar. Pra në natën e Kadrit caktohet çdo gjë që do të ndodhë deri në vitin tjetër. Robërt Allahut. Po ashtu Allahu i lartësuar ka sqaruar vlerën e kësaj nate duke zbritur për të një sure të veçantë duke thënë Inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadri khayrun min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Vërtet ne kemi zbritur atë Kur'anin në natën e Kadrit. E çdo mësoj ty se çfarë është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Në të zbresin engjëjt dhe shpirti, pra Xhibrili a.s. me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo është paqe deri në hyrjen e sabat. Pra vlera më e madhe e saj është se në të filloi zbritja e Kuranit. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e zbritëm atë në natën e Kadrit. Dhe ky është libri i madh që përmban udhëzimin dhe lumturinë për mbar njerëzimin. Lejletul qadri khayrun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, që do të thotë se veprat e mira në këtë natë vlejnë më shumë se sa veprat në 1000 muaj të tjerë. Prandaj, kush qëndron në këtë natë, duke adhuruar Allahun e lartësuar me besim dhe duke shpresuar shpërblimin prej tij, do t'i falen mëkatet e kaluara, qofshin ato që e kanë ditur që është ajo natë ose jo. Në këtë natë zbresin engjëjt dhe Xhibrili a.s. dhe ata janë robër të nderuar të Allahut, që nuk e kundërshtojnë atë në asgjë dhe veprojnë sipas urdhrit të tij. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ata nuk i paraprin atij në fjalë dhe veprojnë sipas urdhrit të tij. Ndërsa në fund të surës thotë se ajo është një natë paqeje, pra një natë paqeje për besimtarët, sepse ata shpëtojnë nga ndëshkimi dhe shumë prej tyre lirohen nga zjarri i xhehenemit. Pra ajo me paqen e saj vazhdon deri në hyrjen e sabatit. Robërt Allahut, kjo natë mund të jetë në këto net që kanë mbetur. Prandaj bëni përpjekje dhe bëni të përpikt, afrohuni tek Allahu me vepra të mira dhe luteni Zotin tuaj, duke shpresuar dhe duke u friksuar, duke dëshiruar mëshirën e tij dhe duke pas frikë nga dëshkimi i tij. Robërt Allahut, ne të gjithë jemi të mandët, të gjithë jemi mëkatar, por mëshira e Zotit ton është më e madhe se veprat tona. Ndërsa falja e tij është më e gjerë se mëkatet tona. Ai na fton drejt mirësisë dhe mëshirës së tij. Na fton drejt kënaqësisë dhe xhenetit të tij. Na nxit që t'i kërkojmë atij, të shpresojmë tek ai dhe t'i lutemi atij me përulësi para tij. Ai na tregon për kohrat e mirësisë që ne të garojmë në vepra të mira. Ndaj në një hadith kutsi Allahu i lartësuar thotë: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama', thumma istaghfartani ghafartu lak. Ya ibn Adam, law ataytani bi qarab al-ard khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, atejtuke bi qurabiha maghfira." Thotë o birë i Ademit, për aq kohë sa ti më lutesh mua dhe shpreson tek unë do të fal ty për çfarëdo që ke bërë dhe nuk i kushtoj rëndësi. O birë i Ademit, sikur mëkatet e tua të arrin kupën e qiellit, pastaj më kërkon falje, unë do të fal. O birë i Ademit,
sikur të më vish mua me mëkatet e saj gjithë sipërfaqja e tokës. Pastaj më takon mua duke mos më shoqëruar asgjë. Unë do të vi ty me falje, po aq sa madhësia e saj. Prandaj, lutemi Allahut të lartësuar për shlyerjen e borxheve, për largimin e shqetësimeve, për largimin e pikëllimit, për përmirësimin e fëmijëve, për udhëzimin dhe pastrimin e zemrës, për faljen e prindërve, si dhe t'i lutemi për të gjithë muslimanët për sukses, për udhëzim, bashkim të fjalës dhe që Allahu i lartësuar t'i mbrojë nga sprovat të dukshme dhe të fshehta. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' huda. Amma ba'd. Robert Allahu, sa i përket zakatit të fitrit, ai është zakati i obliguar të cilin e ka bërë obligim i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai është pastrim dhe kullim për agjëruesin, për shkak të mangësive që ka pas në agjërimin e tij. Gjithashtu ai është ushqim për të varfrit, si dhe gëzim për ta në ditën e festës së Bajramit. Për këtë arsye është transmetuar në hadithin e Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë: "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka bërë obligim zakatin e fitrit si pastrim për agjëruesin nga fjalët e kota dhe nga fjalët e pista që ka thënë gjatë agjërimit, dhe si ushqim për të varfrit. Andaj, ai që e jep atë para namazit Bajramit, atëherë ai është zakati i pranuar, kurse ai që e jep atë pas namazit Bajramit, atëherë ai llogaritet sadaka, sikurse sadakat e tjera. Kurse tek hadithi të cilin e ka transmetuar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ka ardhur se farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir. Thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka bërë obligim zakatin e fitrit për të voglin dhe të madhin, për robin, skllav dhe për njeriun e lirë, për mashkullin dhe femën. E ka bërë, thot, obligim një sa, thot, pra njësi mace, sa mbushja dy gushtave të dorës bashkë, një sa me hurma, apo një sa me el. Kurse një sa, sasia ti është e njohur. Një sa është e barabartë, pra me mbushjen e dy grushtave të dorës bashkë 4 herë, dy grushtat e një dorë mesatare që i bie për afërsisht 3 kg. Pra zakati i fitrit është obligim të cilin e nxjerr muslimani për veten e tij, po ashtu ai jep edhe për ata që i kanë në përgjegjësi, siç janë fëmijët, gruaja e tij, si dhe të tjerët për të cilët e ka obligim që të shpenzojë dhe të kujdeset për ta. Pra ai e nxjerr zakatin e fitrit si për veten e tij, ashtu edhe për çdo njeri tjetër, ndaj të cilit e ka detyrë që ai të shpenzojë dhe të kujdeset për ta, për afërsisht pra 3 kg. Pra sasia mace e nxjerrjes së zakatit të fitrit është një sa të cilën mund ta japësh në hurma, ose në el, grur apo rrush të thamë. Këto lloje ushqimesh janë përmendur tekstualisht në hadith, po ashtu jepen edhe nga ushqimet që përdorin pra banorët e një vendi, siç është orizi, meli, misri, makaronat, fasulet, thjerrzat dhe të tjera gjëra të ngjashme, të cilat janë ushqime të njohura të një vendi, e për cilat njeriu nxjerr zakatin. Por se nuk lejohet të jepet vaj apo sheqer apo krip. Nëse dikush do të thotë që t'i japi ato, t'i japi sadaka, por se jo si zakat të fitrit. Pra njeriu e nxjerr zakatin e fitrit për veten e tij dhe për ata që kanë për kujdesin me kënaqësinë e vet, dhe duke shpresuar tek Allahu që të jetë pastrim dhe pastërti për të.
si dhe që zakatit u ashtoi gëzimin të varfërve dhe nevojtarve në ditën e Fitr Bajramit, në ditën e festës. Pra zakati i fitrit nxirret në ushqim dhe jo në vlerë monetare. Nuk lejohet që zakati i fitrit të jepet në holla. Të hollat ishin të pranishme edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ai e bëri obligim që zakati i fitrit të nxirret në ushqim. Kurse koha e nxjerrjes së zakatit të fitrit fillon me perëndimin e diellit të natës së Bajramit, deri në kohën kur të dalin njerëzit për të falë namazin e Bajramit. Pra deri para se të falet namazi i Bajramit është koha e nxjerrjes së zakatit të fitrit. Ai që jep atë para se të falet namazi, atëherë ajo është e pranuar. Kurse ai që nxjerr pas namazit, atëherë ajo është sadaka. Ai që nuk tregohet i vëmendshëm për nxjerrjen e zakatit të fitrit para namazit, apo e harron atë, apo e lë atë me qëllim pa e nxjerr atë, atëherë është obligim për të që ta nxjerr zakatin pas namazit si kompensim. Ama ai për shtyrjen me qëllim të kohës së nxjerrjes së zakatit pas namazit merr gjuna. Është e lejuar për të që ai ta nxjerrë zakatin e fitrit 1 apo 2 ditë përpara Bajramit, në natën e 28 apo 29 dhe deri 2 ditë para Bajramit. Pra ai ka të drejtë që ta nxjerrë atë në natën e 28 dhe 29, por sa ati nuk i lejohet ta nxjerrë atë para kësaj kohe, për shkak të fjalës së Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, i cili thotë kanu yu'tunaha qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Sahabët e jepnin zakatin e fitrit 1 apo 2 ditë para Bajramit. Andaj, le të shpëtojmë në përmbushjen e këtij adhurimi madhështor, pasi Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: "Qul li ibadi alladhina amanu yuqimus salat wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khilal." Thuaj robërve të mi, të cilët kanë besuar, që ta falin namazin dhe të japin nga ajo që ne i kemi furnizuar, fshehurazi dhe haptazi, para se të vijë një ditë që nuk ka shitblerje në të dhe as miqësi. I lutëm Allah të lartësuar që na bëj prej atyre që i ka falur dhe që i ka mëshiruar në të muajt begat, si dhe prej atyre që i ka liruar dhe i ka shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Vërtet ai është dëgjuesi dhe pranuesi i lutjeve. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.